Ish deputeti demokrat Muslim Urrizi ka folur mbi zhvillimet e fundit në politikë dhe veçanërisht zgjedhjet e ardhshme parlamentare. 46 kandidatë së secilës parti që do të jenë në listë të mbyllur, ai quan xhenaze politike. 140 emra do të jenë në listë nga APD dhe PS, 46 unë i quaj xhenaze. Këta janë në morg të pa identifikuar. Duhet me ardh familjarët të shikojnë a është ky, s'është ky. Politikisht po them. Shqiptarët me të drejtë vote le të kenë syze plus 14. Nuk e gjejnë emrin e këtyre. Bëthet që nuk shkojnë dot te votuesit, tha ai. Sa i takon listës së PD-s, Urrizi thotë se është shumë e mirë krahasuar me atë të kundërshtarëve politik. Tek ata zgjej dot individ që s'janë në hetim. Nëse nga PD janë 11 veta në hetim, me gjithë ata të frigoriferit, tek ata nga 186, 6 s'janë në hetim. Bashk me atë që i han dardha pas shpina, tha ai. Për faktin që Dashnur Sula nuk do të jetë pjesë e skuadrës më 11 maj, pati këtë koment. Nuk di ndonjë që është votuar, që se ka pasur mundësinë të jetë në listë. Nëse ka një rob që është përplasur me Berishën që në 94-ën, por kur i kam çuar mesazh brenda 3 ditëve e kam takuar. Sa herë më është dashur e kam takuar. Nuk besoj që një deputet aktiv dhe i soi të Dash Sulës ta ketë kërkuar. Çfarë nevoje ka ti çoj mesazh? Ai e ka komshi pas Urrizit. Për një rob që e shet çdo ditë në kafe, ti çosh mesazh, a mund të takoj unë ty? Kjo quhet tallje. Ndalur te marrëveshja me aleatët opozitar, tha se dalja e Ilir Metës në listë të hapur është një farë dinjiteti politik. Ndërsa për pjesën tjetër, nga koalicioni për Shqipërinë madhështore, tha se nuk janë ata që i bëjnë dëm Shqipërisë, duke shtuar se Partia Demokratike duhet ta kishte nisur që në korrik të vitit të shkuar koalicionin jo vetëm me këto subjekte politike, por me 800.000 votues. Thënë këto, Urrizi theksoi se janë 38 deputet sot në parlament, që nuk justifikojnë në asnjë mënyrë pozicionin e tyre politik. Nuk kanë hap gojë fare, ke 38 cop, 0. Vetëm kanë shtypur butonin, u është bërë gishti kallo, heshtja e pështirë dhe servilizmi i ndyrë kanë shuar kombe, jo më një subjekt politik, përfundon ish deputeti demokrat.